Siç u raportua edhe ditën e djeshme, mbledhja e grupit parlamentar të PS me ministrat ka prodhuar një përplasje mes Eriona Ismailit, ministre për marrëdhëniet me parlamentin, dhe Elisa Spiropalit, ish-ministre e këtij dikasteri dhe ish-ministre jashtme dhe kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë, ditën e sotme, kryeministri Edi Rama në Facebook ka ndarë pamje nga mbledhja e mbajtur me grupin parlamentar të PS-s dhe qeverinë. Rama shkruan se në këtë mbledhje u zhvillua një dëgjes institucionale me drejtoreshën e ASHK për ecurinë e reformës në kadastër, ndër të tjera i thekson se kanë bashkëbiseduar edhe me kryetarin e Komisionit të Reformës Administrative Territoriale për skenarët e reformës. Gjithashtu mësohet se u diskutua kalendari kombëtar dhe përmbajtja e takimeve punët e Shqipërisë. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste u prezantua për herë të parë puna e plotë deri tanishme e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale. Prezantimi u bë nga bashkëkryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale, Arbian Mazniku. Fokusi kryesor i socialistëve është konsolidimi funksional, që nënkupton se bashkitë e vogla bashkohen me fqinjët më të forta, ndërsa qarqet mbeten si nivel koordinues. Skenari i dytë i Selis Roz është konsolidimi dhe decentralizimi. Bashkitë të mëdha në shkallën e ish-rretheve si nivel ekzekutiv kryesor, ndërsa ish-bashkitë aktuale marrin statusin e qytetit me kryetar e këshill të zgjedhur drejt për drejt. Forcimi i qarqeve është skenari i tretë, sipas të cilit ruhen të gjitha bashkitë dhe qarqet, por qarku transformohet nga nivel koordinues në nivel ekzekutiv real me zgjedhje të drejt për drejt.